Futbollisti kombëtar shqiptar Arber Hoxha ka dhënë një intervistë të gjatë për kanalin zyrtar të Dinamos së Zagrebit. Gjatë prononcimit ndër të tjera ai ka thënë se dita më e mirë e jetës së tij ishte kur nënshkroi kontratën me Dinamon. Kur nënshkrova për Dinamon ishte dita më e mirë e jetës sime. Dinamo është klub i madh me tifozë të shkëlqyer dhe një përgjegjësi të madhe. Në pjesën e parë të edicionit aktual në Kroaci, Hoxha shënoi disa gola jashtëzakonisht të rëndësishëm për Dinamon, por ai veçon njërin prej tyre. Goli kundër Rijekës ishte i veçantë, ishte minuta 80 dhe një gol për 3 pikë. Momente të tilla mbeten përgjithmonë në kujtesë, është shprehur Hoxha. Sulmuesi i Krahut ka shënuar 6 gola ndërsa ka kontribuar dhe me 3 asist në 17 ndeshje në elitën e futbollit kroat. Hoxha foli dhe për emocionet që përjeton kur shënon para një stadiumi të mbushur me tifozë. Kur shet tribunat dhe tifozët duke kërcyer është një ndjenjë e jashtëzakonshme, ka theksuar Hoxha. Edhe pse është i kënaqur me paraqitjen e deritanishme të ekipit, Hoxha e di se cili është qëllimi kryesor i Dinamos. Gjëja më e rëndësishme është të jemi të parët në kampionat dhe ta sjellim titullin përsëri në Zagreb. Ky është prioriteti i klubit. Futbollisti kombëtar shqiptar u transferua në vitin 2024 te Dinamo e Zagrebit nga Slaven Belupo. Në Kroaci ka luajtur dhe për Lokomotivën e Zagrebit, ndërsa në Kosovë ndër të tjera ka luajtur për Ballkanin dhe Prishtinën. 27 vjeçari ka treguar për rutinën e tij ditore në Zagreb dhe po ashtu dhe për ndeshjen që Shqipëria luajti kundër Kroacisë në Europianin që u mbajt në vitin 2024 në Gjermani. Hoxha u aktivizua në minutën e 85 në ndeshjen që barazoi me rezultatin 2-2. Ai tregon për atmosferën e zjarrt të krijuar nga tifozët e Shqipërisë dhe Kroacisë në stadiumin Volkspark Stadion të Hamburgut. Ka qenë një ndeshje e çmendur kur kemi mbërritur në stadium, gjysma e tribunave në stadium ishin të mbushura me shikues të Kroacisë dhe gjysma me përkrahës të Shqipërisë. Të gjithë ishin të bashkuar dhe ishte jashtëzakonshme, tha Hoxha. Hoxha për Shqipërinë ka luajtur 21 ndeshje, ka një gol të shënuar dhe para se t'i bashkohej Shqipërisë, ai ka luajtur 3 ndeshje për Kosovën. Futbollisti kombëtar shqiptare Arber Hoxha është duke zhvilluar një sezon shumë të mirë në Kroaci. Sipas raportimeve të medjave turke dhe kroate, Galatasaray ka bërë ofertë Dinamos së Zagrebit për sulmuesin kuqezi, por kroatët nuk do të lejojnë largimin e tij në këtë fazë të sezonit. Klubi e konsideron Hoxhën një pjesë shumë të rëndësishme të skuadrës dhe planifikon ta mbajë atë të paktën deri në fund të sezonit. Raportohet gjithashtu se një ofertë më bindëse është nga Fenerbahçe në një marrëveshje të mundshme që lidhet edhe me portierin Dominik Livakovic. Do të ishte më e pranueshme për Dinamon, por situata mund të ndryshojë vetëm nëse paraqitet një propozim financiar i konsiderueshëm para mbylljes së afatit kalimtar. Kujtojmë se Arber Hoxha po kalon një sezon pozitiv me Dinamon, ku në 17 paraqitje në ligën vendase ka realizuar 6 gola dhe ka dhënë 3 asist. Me kombëtaren e Shqipërisë ai numëron 21 paraqitje dhe 1 gol. Kontrata e 27 vjeçarit me Dinamon e Zagrebit është e vlefshme deri në qershor 2029, ndërsa vlera e tij aktuale në treg sipas Transfermarkt vlerësohet rreth 2.5 milionë euro.